isso? Mano do céu. Ô, velho. Do céu. O que foi, velho? Tu tá legal? Streams. Standing beside you. Standing beside you. Oh my. No, no, there's a black cat sitting right here staring at us. What? Do you see it, Amanda? Yes, of course. Një burr me emrin Jordan Bowen po kalonte një ditë të zakonshme kur tha se po regjistronte një video në Snapchat për ta dërguar te një nga miqtë e tij dhe vuri re diçka shumë të çuditshme në skajin e syrit të tij. Duke rimarr videon dhe duke e ngadalsuar pak, mund të shihet ajo që duket si një lloj figure të zezë që lëviz shpejt mbi tokë, duke u dukur se kalon nga dera e djathtë drejt një dhome tjetër. Jordan duket i qetë dhe i përqendruar në atë moment, gjë që është mjaft befasuese, veçanërisht duke marrë parasysh errësirën e vendit ku ndodhej. Shumica e njerëzve me siguri do të ishin larguar duke bërtitur, dhe me të drejtë. Një shpjegim mund të jetë se kjo mund të jetë një hije e hedhur nga dikush ose diçka që lëviz jashtë kornizës, e zgjatur dhe e deformuar shkurt për shkak të ndriçimit të ulët dhe ekspozimit të kameras. Nga këndvështrimi një besimtari, ajo që e bën klipin shqetësues është sa kompakte dhe me qëllim duket figura, duke u zhvendosur nga një derë te tjetra, në vend që të zhduket ose të shndrohet. Figurat hije shpesh përshkruhen duke filluar të ulta dhe shpejt, duke krijuar një ndjesi të pasigurisë dhe tmerri për ata që i shikojnë. Tre burra që po luanin në pyll gjatë natës u habitën dhe u friksuan thellësisht kur pan shfaqjen e tmerrshme që u shfaq papritmas pas tyre. Në videon e regjistruar, duket qartë një pokong shumë i çuditshëm dhe i frikshëm, i cili lëvizte në heshtje dhe dukej sikur i shikonte me sytë e errët. Pasi kuptuan se nuk ishte thjesht një hije apo iluzion, ata u friksuan maksimalisht. Nuk prisnin që një gjë e tillë të shfaqej në pyll, duke i lënë të shokuar. Pa u menduar shumë, burrat dolën vrap duke u larguar nga vendi, të tmerruar nga prania e pazakontë dhe e frikshme e këtij pokongu, duke treguar se situata ishte jashtë çdo kontrolli. Një pasdite në Spanjë, një përdoruese e re e TikTokut vuri re diçka të pazakontë jashtë dritares së saj në katin e dytë të shtëpisë. Në fillim, ajo mendoi se ishte thjesht një pëllumb që ishte ndalur aty për një moment. Pa i kushtuar shumë rëndësi, vendosi ta filmonte skenën me telefonin e saj. Megjithatë, ajo që ndodhi më pas ishte shumë më e çuditshme nga sa priste. Kur ajo ngriti perden për të parë më mirë, ajo që ndodhej nga ana tjetër dukej sikur u zhduk plotësisht. Nuk kishte asgjë, as një zog, as një hije, vetëm errësirë dhe heshtje. E hutuar, ajo e uli sërish perden në vendin e saj. Në atë moment, hija u shfaq përsëri, këtë herë më e qartë dhe më shqetësuese. Ajo nuk qëndroi statike, por rrëshqiti ngadalë për gjatë dritares derisa u zhduk nga fusha e shikimit të vajzës. Gjatë gjithë kohës, ajo nuk arrinte të kuptonte se çfarë po ndodhte apo çfarë kishte qenë ajo figurë. Videoja përfundon me një ndjenjë konfuzioni dhe frike, duke i lënë shikuesit të pyesin veten nëse ajo që u filmua ishte thjesht një iluzion, një lojë drite apo diçka shumë më e pashpjegueshme. Në një depo të trupave brenda një spitali, një kamerë sigurie regjistroi një ngjarje shqetësuese. Një grua që po kryente punë pastrimi,
Dëgjoi zhurma të çuditshme, por nuk e vuri re menjëherë se një nga kabinat ku ndodhej një trup ishte hapur vetvetiu. Kur e kuptoi, paniku e përfshiu menjëherë dhe ajo u largua duke vrapuar nga vendi, e tmerruar. Kamera kapte çdo detaj, duke treguar lëvizjen e papritur të dyerve dhe reagimin e friksuar të gruas. Ngjarje duket e pazakontë dhe shqetësuese, duke lënë shikuesit të pyesin nëse ishte një fenomen i vërtet apo ndonjë efekt i rastësishëm. Një përdorues interneti tregoi se gjatë fëmijërisë së tij përjetoi një moment që nuk arriti ta harronte kurrë. Ai kujton se një ditë, ndërsa shikonte televizor vetëm në shtëpi, u shfaq papritur një reklam që i shkaktoi një ndjenjë të fortë shqetësimi. Nuk kishte zëra të lartë, as pamje të dhunshme, por atmosfera ishte jashtëzakonisht e rëndë. Reklama ishte transmetuar shumë vite më parë në Kili dhe, sipas kujtesës së tij, u shfaq mes programeve për fëmijë. Pamja tregonte një dhomë të heshtur, me një dritare të ndriçuar nga një dritë e zbehtë dhe e ftohtë. Gjatë gjithë videos nuk ndodhte asgjë e qartë, gjë që e bënte tensionin të rritej ngadalë. Fëmia ndjeu të ftohtë në trup, pa e kuptuar arsyen. Ishte sikur dikush po e vëzhgonte nga ana tjetër e ekranit. Me kalimin e viteve, kujtimi vazhdoi ta përndiqte. Ai vendosi ta ndajë historinë në internet për të gjetur nëse dikush tjetër e mbante mend të njëjtin metrazh. Shumë njerëz pohuan se e kishin parë, por pak mund ta përshkruanin saktë. Disa thanë se ndjenin ende ankth kur e kujtonin. Detaji më tronditës shfaqet kur vështrohet me kujdes xhami i dritares. Aty duket ajo që ngjan me një fytyrë skeletore, me sy plotësisht të errët dhe të funduar. Pamja zgjat vetëm disa sekonda, por mjafton për të lënë frikë të thellë. Nuk ekzistojnë arkiva zyrtare të reklamës. Disa mendojnë se ishte eksperimentale. Të tjerë besojnë se ajo figurë nuk duhej të ishte aty. Ndoshta ishte iluzion, ose ndoshta diçka tjetër vendosi të shfaqej për një çast. Një llogari në TikTok publikoi videon e asaj që mund të konsiderohet se ishte seanca më e frikshme dhe më e rrezikshme spiritiste që është parë ndonjëherë. Ngjarja ndodhi në Brazil, ku një grup njerëzish të përkushtuar ndaj paranormales përpiqeshin të ndihmonin një grua e cila po torturohej nga një shfaqje fantazmike. Ata kishin përvojë dhe ishin ekspert në trajtimin e fenomeneve të pazakonta, por as ata nuk mund të parashikonin intensitetin e tmerrit që do të përjetonin. Ndërsa përpiqeshin të kontaktonin shpirtin dhe të qetësonin energjinë e keqe, gjërat u përkeqësuan papritmas dhe aktiviteti paranormal u bë shumë më i fuqishëm dhe i frikshëm. Drita u fik, objekte u lëvizën vetë dhe zërat e çuditshëm mbushën dhomën. Pamjet e regjistruara trebojnë frikën dhe panikun e të gjithë atyre që ishin të pranishëm, duke i bërë ata të kuptojnë se ndonjëherë forcat e padukshme mund të jenë më të fuqishme se çdo ekspert. Kjo video u bë virale, lënë shikuesit me një ndjenjë të thellë frike dhe kurioziteti mbi atë çfarë ndodhi në të vërtetë. Në një regjistrim tjetër, gjuetari fantazmave Maman vendosi të kalonte natën pranë një liçeni të magjepsur dhe të frikshëm. Në mes të natës, ai u zgjua nga zhurmat e çuditshme jashtë tendës së tij, duke ndjerë menjëherë një ndjenjë tmerri dhe pasigurie. Ai kontrolloi kamerën e sigurisë që kishte vendosur pranë kampit dhe ajo që pa e la pa frymë. Një figurë pa kokë po ecte ngadalë përpara kampit të tij, duke krijuar një pamje të tmerrshme që dukshëm sfidonte logjikën dhe realitetin. Zëri i erës përzihej me britmat e shtypura të figurës së pa identifikuar, duke e bërë çdo tingull dhe lëvizje të duket si një kërcënim i drejtë për drejtë. Ajri ftohtë i natës dhe hijet që lëviznin mes pemëve shtonin ndjesinë e pasigurisë, duke e bërë momentin akoma më të frikshëm. Pamja e figurës pa kokë, e cila lëvizte me një ritëm të ngadalt dhe të qëllimshëm, krijonte një kontrast të tmerrshëm me heshtjen e natës. Ky incident demonstroi fuqinë e natyrës së padukshme dhe pasojat e pranisë së përjetshme të frikës. Çdo shikues mund të ndjejë tensionin dhe ankthin e momentit,
si dhe izolimin e plot që përjetoi maman, ndërsa ishte i vetëm pranë liçenit. Ky video ishte një kujtesë e fuqishme se frika mund të bëhet reale dhe se disa vende, të përshkruara nga misteri dhe legjenda, mund të shfaqin fenomene të pashpjegueshme që lënë të gjithë të tronditur dhe të hutuar. Do ta nisim këtë renditje me një video mjaft të zymt. Ngjarja ka ndodhur në Meksik dhe është publikuar nga një faqe e quajtur La Otra Dimension. Në video shihet një burr që vendosi të vizitonte një varrez, ku sipas tij përjetoi një përpallje tepër të frikshme. Le ta dëgjojmë rrëfimin e tij, por mbi të gjitha ta shohim me vëmendje pamjen. Një figurë spektrale që duket si një fëmijë, shfaqet e ulur ndërsa lëshon disa tinguj të zgjatur dhe të trishtueshëm. Atmosfera është e rëndë dhe plot tension. Ndërsa burri afrohet me kujdes, figura ngrihet në këmbë dhe duket sikur rritet në mënyrë të pazakontë, duke e bërë pamjen edhe më tronditse. Kjo e shtyn burrin të largohet me shpejtësi nga vendi. Ai pati vërtet fat, sepse imagjino sikur pasi të kishte vrapuar, ta kishte parë sërish atë figurë menjëherë pas shpine. Një burr që sapo kishte dalë nga palestra, vendosi të xhironte një video ndërsa ecte drejt makinës së tij. Megjithatë, pa dashje, kapoi diçka të papritur. Në regjistrim shfaqet një figurë që duket si një kuntilanak e pezulluar në ajër në mes të oborrit të errët të një shtëpie. Kur burri e vuri re, u tmerrua aq shumë sa ndaloi xhirimin menjëherë. Sipas dëshmisë së tij, kur ktheu syt, figura nuk ishte më aty. Pamja e papritur dhe e çuditshme shkaktoi një ndjesi frike të menjëhershme, duke e lënë të habitur dhe i kujton se sa e paparashikueshme mund të jetë natyra e këtyre shfaqjeve të pazakonta. Për argëtim, ndërsa po filmonte miqtë e tij që po shijonin larjen në një ujvar, ky burr dhe shokët e tij përfunduan të befasuar dhe të tmerruar nga shfaqja e një figure të çuditshme dhe misterioze. Gjithçka ndodhi në fillim të vitit, kur askush nuk priste diçka të tillë. Ndërsa kamera vazhdonte të regjistronte, figura u shfaq papritur pranë ujvarës, duke krijuar panik mes grupit. Askush nuk arriti të kuptonte se çfarë ishte ajo prani apo nga kishte ardhur. Pamja ishte aq e frikshme sa disa prej tyre filluan të largoheshin menjëherë. E gjithë ngjarja mbeti e regjistruar në video, duke lënë pas shumë pyetje dhe frikë. A jeni dakord që entitetet e mbështjella me qefine mortore janë forma më e frikshme e manifestimeve mbinatyrore? Një eksplorues nate përballet me një makth të gjallë, kur një figurë spektrale del nga pemët, duke lëvizur kokën në mënyrë shqetësuese, sikur taftonte të afrohej. Disa persona po punonin natën për të përgatitur një ceremoni tradicionale të CD Kabomi. Një prej tyre vendosi të regjistroj me kamerën dhe, kur u shikua videoja, u dallua diçka e pazakontë. Në sfond, shumë larg nga fqinjet që ishin të zënë duke punuar, qëndronte një figurë e veshur me të bardha, me flokë të gjatë dhe të shpërndar. Figura ishte e palëvizur dhe dukej se i vëzhgonte lëvizjet e të tjerëve pa asnjë reagim. Ata që punonin dhe madje edhe personi që po regjistronte nuk dukeshin se e kishin vënë re. Prania e saj krijonte një ndjesi frike dhe misteri. Çdo detaj, që nga gjatësia e saj dhe qetësia e lëvizjeve, i bëri pamjet edhe më të frikshme dhe mbreslënse.
Videoja tregon qartë kontrastin mes aktivitetit normal të fqinjve dhe heshtjes shqetësuese të figurës së bardhë, duke lënë një ndjenjë të fortë pas shikimit. Në korrik të këtij viti, një taksist po kalonte qetësisht rrugët e qytetit të tij, kur papritmas ndodhi diçka shumë shqetësuese. Aty atë natë, po kaloni një pjesë të rrugës mjaft të çuditshme, ku u friksuan plotësisht dhe gjithçka u regjistrua nga kamerat e sigurisë të makinës. Të gjithë në automjet u kapën nga paniku, kur papritmas një grua e çuditshme veshur me të bardha u shfaq duke endur në mes të rrugës së errët dhe të braktisur. Shoferi foli për atë që ndodhi, duke thënë se gjatë më shumë se 20 vitesh pune si taksist, nuk kishte parë kur një ngjarje kaq të çuditshme dhe shqetësuese. Ai beson se kjo mund të jetë një shfaqje e vërtetë e një fantazme. Një burr vendosi të mbajtë hapur videothirrje ndërsa flinte, ndoshta për të ndjerë praninë e partneres së tij gjatë natës. Ajo që duke një gjest romantik dhe i pafajshëm, u shndrua në dokumentimin e një prej fenomeneve paranormale më shqetësuese të kapura ndonjëherë në kohë reale. Ndërsa ai pushonte paqësisht, i pa udhëruar nga ajo që po ndodhte rreth tij, diçka filloi të materializohej ngadalë në fushën e shikimit të kamerës. Nuk ishte një shfaqje e menjëhershme, por një manifestim gradual që dukej se po testonte kufit midis botës son dhe diçkaje shumë të errët. Një i ri arriti të dokumentoj një ngjarje rrëqetëse me telefonin e tij celular. Një përdorues i internetit tregon se disa javë më parë ka ndodhur diçka e pazakontë në shtëpinë që ndodhet përballë, në anën tjetër të rrugës, përballë banesës së një miku të tij. Sipas përshkrimit, një siluetë e paqartë, por qartësisht me ngjyrë të zezë, mund të shihet duke u shfaqur në njërin nga dritaret e shtëpisë fqinje. Ajo që e bën rastin edhe më të çuditshëm dhe shqetësues, është fakti se kjo shtëpi ka vite që është e pabanuar. Shikoje me kujdes dhe nxjerr përfundimet e tua. Një punonjëse spitali ndante rregullisht punën e saj natë në morg përmes rrjeteve sociale, por kurrë nuk priste të kapte diçka kaq shqetësuese. Gjatë turnit të saj nate, ndërsa regjistronte rutinën, një objekt që duhej të qëndronte i palëvizshëm filloi të lëviz vetë. Një vegël pastrimi u lëviz ngadalë, sikur një dorë e padukshme ta manipulonte me kujdes për të mos bërë zhurmë. Lëvizja ishte aq e lehtë sa ajo nuk e vuri re në atë moment. Por kur rishikoi regjistrimin, realiteti e goditi si një grusht akulli. Çfarë force mund të lëvizë objekte pa lënë gjurmë? A ndoshta të vdekurit ruajnë lidhje me botën fizike? Një ngjarje e çuditshme u kap rastësisht kur një grua bëri një fotografi për kënaqësi, ndërsa disa nëna po zhvillonin një akt fetar. Në imazh duket një figurë femërore jashtëzakonisht e çuditshme dhe friksuese. Fytyra e saj duket e bardhë dhe e zbetë dhe qëndron e ulur dhe pa lëvizshme, pa asnjë shprehje, pas grave që ishin mbledhur aty. Pamja e saj e tmerrshme dhe e papritur krijon një ndjesi frike dhe habije tek shikuesi, duke e bërë momentin e fotografisë të duket si një përvojë mbinatyrale. Nuk ka asnjë shenjë se dikush e ka vendosur atë aty qëllimisht. Ky video tmerrues vjen nga kanali Camping Horror. Atë ditë eksploruesi u fut në pyll kur ra mbrëmja. Në fillim, gjithçka dukej normale, por kur ktheu kokën, pa qartë një figurë të zezë që e vëzhgonte nga larg. I paralizuar nga frika, filloi të recitonte lutje, ndërsa frymarrja e tij bëhej e ndërprerë dhe e shpejtë. Ai vendosi të qëndronte për të kaluar natën në pyll, por kur errësira e mbuloi, e njëjta figurë u shfaq më afër. Tingujt e pyllit u bën të çuditshëm dhe të deformuar, ndërsa përkëdheljet dhe zërat e ulët dukeshin sikur vinin nga çdo drejtim. Çdo hap i kujdesshëm i eksploruesit e bënte çdo tingull të duket i dyshimt, dhe mendja e tij
përpiqej të kuptonte nëse kjo ishte diçka reale apo vetëm frikë e imagjinuar. Era që lëvizte mes degëve, hije që përhumbeshin fshehurazi dhe tinguj të papritur krijonin një atmosferë të pashëmbullt të tmerri. Ai ndjeu izolim dhe frikë të pakontrollueshme, me të gjitha shqisat e mprehta, ku çdo lëvizje e vogël mund të duket kërcënuese. Pylli, duke i gjallë, por në një mënyrë të tmerrshme, duke gjeneruar një ndjenjë të pazakontë dhe të vështirë për të përshkruar. Kjo natë do të mbetet e ngulitur gjatë në kujtesën e tij, duke e bërë të dyshojë çdo tingull dhe çdo hije, dhe duke kthyer një shëtitje të zakonshme në një përvojë tmerruese dhe të papërsëritshme. Një moment familjar u shndërrua në skenën e diçkaje të pashpjegueshme, kur dikush vendosi të filmonte një çift duke u çlodhur përpara televizorit. Ajo që filloi si një skenë e zakonshme shtëpiake, u kthye në provë se nuk jemi kurrë vërtet vetëm, as brenda sigurisë së shtëpive tona. Ndërsa çifti po shijonte qetësisht programin, një siluet plotësisht e zezë u shfaq në skenë me një shpejtësi mbinjërzore. Figura e errët përshkoi hapësirën si një rufe prej errësire të pastër, duke kaluar drejt përmes trupit të gruas, sikur ligjet e fizikës të mos kishin asnjë rëndësi. Shpejtësia e fenomenit është ajo që trondit më shumë, sepse asnjë njeri nuk mund të lëviz apo të sillet në atë mënyrë. Duke dëgjuar zëra të çuditshëm brenda shtëpisë së saj ndërsa elektriciteti ishte i fikur, kjo grua që jetonte vetëm shkoi menjëherë të kontrollonte dhe zbuloi çfarë ndodhi. U regjistrua me shumë qartësi një figurë frikshme e ulur mbi dollap. Figura u kthyele për të parë gruan dhe më pas menjëherë ndoqi atë. Pamja e saj e tmerrshme dhe lëvizja e shpejtë shkaktuan panik dhe frikë të thellë tek gruaja. Ky incident i pazakontë i la shikuesit pa frymë, duke krijuar një ndjenjë të fortë ankthi dhe tmerri në atë moment.